Dy janë arsyet kryesore që shkaktojnë dhimbjen e kokës dhe migrenën, dhe që ta mbajmë mend sa më thjesht jetë e mundur, kur kemi mbiprodhim të energjisë dhe kur kemi mungesë të energjisë. Tre janë burimet kryesore të energjisë që truri jon përdor në mënyrë më të zakonshme. Është glukoza, janë laktatet dhe ketonet. Por fatkeqësisht truri jon, ndryshe nga gjithë pjesët e tjera të trupit, gjithë organet e tjera, nuk përdor dot acidet yndyrore. Ketonet janë acide yndyrore shumë të shkurtra, por nuk janë acide yndyrore të zakonshme një lloj në jetën e përditshme të jetës sonë. Sa pa filluar insulin resistance, siç kemi thënë më para, ne do kemi mbiprodhim energjie. Pra, shumë glukozë hyn në qeliza, qelizat kanë mitokondrit të cilat prodhojnë energji dhe do kemi mbiprodhim të energjisë. Por kur krijohet rezistenca e insulinës, shumë pak glukozë do arrin të hyjë në këto qeliza dhe do të kemi mungesë energjie, e cila do të shoqëron me dhimbjen e kokës dhe migrenën. Dhimbja e kokës është një fenomen i zakonshëm në kohët tona moderne. Gabimisht i faturohet shkaktoreve të tjerë, por mekanizmi kryesor i cilës është vetëm një, është keq funksionimi i insulinës. Sigurisht do të përjashtojmë ato rastet e ulta në numër që janë tumoret, encefalitet, infeksionet të trurit, dëmtime fizike, trauma të ndryshme, të cilat lënë pasojat të gjata. Forma më e rëndë e dhimbjes së kokës është migrena. Migrena është e cila mund të zgjasë disa orë, mund të zgjasë në disa ditë, ka ato simptomat e rënda, që njerëzit i përshkruajnë shumë të kanë pasur vetë të tilla. Janë dhimbje koke, të vjella, të përziera, marrje mendsh, nuk duron dot dritën, nuk duron dot zhurmën, ndihesh shumë i acaruar pothuajse me gjithçka. Sot llogaritet që rreth 15% e popullatës në botën kenë dhimbje koke. Femrat kanë një raport 3:1 në krahasim me meshkujt, pra 3 herë më shumë se sa meshkujt, për shkak të hormoneve, do të sqaroj diçka më poshtë. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe në këtë video ose pas kësaj video unë do të dëshiroj që secili për jush këto dhimbjet e kokës ti harojnë, të jenë thjesht një kujtim i të shkuar. Është shumë e thjeshtë për të mos pasur dhimbje koke me fjalë. Nëse ju pëlqen këto video, like dhe subscribe. Dhe dhimbja e kokës ka 3 faza. Faza prodromale ose para shenjave, aura që i thonë, ose shfaqja e shenjave kryesore, dhe pastaj pjesa e rënjes ose pjesa postdormale. Truri ynë është shumë i vogël krahasim me gjithë trupin, është rreth 2% e peshës së gjithë trupit tonë. 1.4-1.5 kg. Por ai harxhon rreth 20% të gjithë energjisë që trupi jon harxhon. Nga 2% ai harxhon 20% të energjisë që trupi jon prodhon. Për të plotësuar këtë sasi të madhe energjie, ndryshe nga gjithë qelizat e tjera të trupit, neuronet, qelizat e trupit quhen neurona, ato kryesoret, ato kanë mitokondre, siç u thash, mitokondria është ai organeli që prodhon energjinë. Në qelizat e trurit kanë disa dhjetra mira, qindra mira mitokondre. Sasia e energjisë që truri kërkon çdo sekond është jashtëzakonisht shumë e madhe. Në këtë mënyrë duke pasur këto mitokondre, truri jon prodhon sa më shumë ATP. Ta mbani mend si ATP, mitokondret prodhojnë ATP. ATP është adenozin trifosfat me fjalë. Po që për t'u thjeshtuar sa më shumë, prodhon energji, prodhon elektrone. Pra, ashtu si në hidrocentralet, termocentralet, centralet bërthamore, energjia diellore, energjia e erës, gjithçka tjetër me qymyrit, të gjitha që prodhojnë fundit prodhojnë energji, prodhojnë elektrone. Energjia që ne e njohim si term energji janë elektrone. Pra, atë që Thomas Edisoni, shkencëtari amerikan e shpiku ose e zbuloi para 200 vjetësh me elektricitetin, natyra e ka krijuar që para të paktën 3.5 miliard vjetësh. Pra, është e njëjta elektron, është e njëjta mënyrë prodhimi energjie në trupin tonë, në të gjitha organizmat e gjallë,
E njëjta gjë që është si energjia që prodhohet në hidrocentrale. Pra sa për të pasur një ide çfarë është energjia është lëvizja e elektroneve, është ndërrimi i elektroneve në energji të tjera, kimike, ashtu kinetike, me fotone, me drite të tjera. Nëse kjo është sa për të pasur një ide sepse gjithmonë do flasim për energji në trupin tonë dhe duhet të kemi parasysh çfarë është energjia. Është prodhimi i elektroneve. Tek të gjithë njerëzit me episode me migren, analizat kur bëjnë analizat e gjakut ka vërtetuar sepse ne aty kemi rritje të glukozës, kemi rritje të insulinës në gjak, kemi dhe insulin resistance. Siç kam thënë, ke femra ndryshe nga meshkujt në atë moshën riproduese 40 vjeçare që folën për vitin e kaluar, 2 vitet e kaluara. Femrat kanë një atë mbrojtësen kanë estrogenin si mbrojtëse për ai kosa e estrogeni është i lartë. Por aman në ciklin e femrës, në atë ciklin 28 ditor, estrogeni rritet në pjesën e parë, 14 ditët e para. Fillon nga 0, si më thënë, edhe rritet deri në ditën e 14 dhe pastaj nga dita e 14 bie poshtë, rritet progesteroni, në fakt, po bie poshtë deri në ditën e 28. Pra femrat mund të ndjejnë që kanë dhimbje koke në pjesën e dytë të ciklit më shumë se sa pjesën e parë. Dhe gjithashtu në kohën perimenopauzale, siç u thash, në rreth menopauzës, kur estrogeni luan lart e poshtë, vlerat e tij shkojnë lart e poshtë dhe ato kanë më shumë dhimbje koke sepse janë të pambrojtura për shkak të estrogenit të ulur. Kur qelizat e trurit, neuronet, siç u thash, nuk marrin dot glukozë nga gjaku sepse janë bërë rezistente. Kjo është insulin resistance. Nuk pranojnë insulin, nuk pranojnë glukozë. Glukoza nuk futet dot, por nga që truri ka një nevojë shumë të madhe për energji dhe pa glukozë ai do të vuaj. Një pjesë të vogël e energjisë ai mund ta plotësojë nga laktatet, por jo nga acidet yndyrore ose nga ketonet, të cilat duan kohë që të prodhohen. Pra duke mos pasur glukozë, truri do vuaj, do ndjejë dhimbje, do kemi ato ndryshimin e sjelljes dhe gjithë ato pasojat që siç u thash më lart. Po ashtu insulin resistance, siç u thash, shkakton dhe hipertension në trup dhe kudo, në enë të gjakut, hipertensioni. Dhe duke sjellë ngushtim të enëve të gjakut, dhe do kemi më pak ushqim sepse do kemi më pak kontakt, është thjesht fizik me fjalë, më pak kontakt me qelizat e trurit. Gjithashtu, insulin resistance frenon prodhimin e serotoninës. Është një hormon i cili prodhohet në zorë më shumë, ashtu si edhe dopamina. Nëse keni parasysh dopaminën, kemi edhe serotoninën. Serotonina është bashkë me dopaminën. Ato prodhohen të dyja në zorë më së shumti dhe këto janë neurotransmetues, punojnë si hormone dhe si neurotransmetues në trurin tonë. Qelizat e trurit nuk janë të takuar me njëra tjetrën, nuk janë të ngjitura në kontakt, po ato kanë një hapësirë të vogël dhe ato lëshojnë të neurotransmetuese, janë ca lëndë kimike të cilat transmetojnë energjinë ose sinjalin nga një neuron në një neuron tjetër, nga një qelizë në një qelizë tjetër. Pra, insulin resistance nuk lejon që një aminoacid, sidomos triptofani, që është një nga aminoacidet kryesore esenciale, të shkojnë në tru dhe të shndrohet në serotonin, nuk kemi mundësi për ta bërë këtë gjë. Tjetër është obeziteti. Edhe subkutan, po edhe ai visceral, i parkut, siç e thash. Duke pasur obezitet, gjithmonë duke pasur qelizat të smallëdhura të dhjamit, do kemi çlirimin e toksinave ose citokinat, siç e thash, në gjak. Dhe këto janë, si më thënë, lloj helmesh të cilat do mund shkaktojnë migrenën. Pra, siç e thash, qelizat e trurit kanë mira mitokondre, po kur energjia është e tepërt, sidomos me karbohidrate, ato do bëhen insulin resistance. Këto mitokondre do prodhojnë energji ekstra, të cilat dëmtojnë organelet, janë ato që quhet reaksionet oksidative ose oxidation species, janë ca ROS që quhet, nuk ka rëndësi ti mbani mend me fjalë. Po do çfarë prodhojnë, ato dëmtojnë, prodhojnë shumë energji, prodhojnë elektrone të lira, jashtëzakonisht më shumë se sa qeliza ka nevojë, elektronë siç u thash, dhe të cilat shkojnë dhe aktivizojnë ose bëjnë oksigjenin e bëjnë më reaktiv. Jo radioaktiv, e bëjnë reaktiv. Dhe kjo oksigjen reaktiv shkon dhe dëmton ose çliron energjinë në organele në mënyrë të pakuptim dhe ky është dëmi që shkakton në të gjitha qelizat e trupit tonë. Edhe në tru sidomos, se truri është akoma shumë i ndjeshëm. Gjithashtu kaçiblokusit, ilaçet kaçiblokusit mund të japin entje në tru dhe dhimbje, edhe migrenë sigurisht.
Nëse keni migrenë ose dhimbje koke në të herë pas hershme, duhet bëni një analizë gjaku, do që dhe të kontrolloni glukozën, duke të kontrolloni insulinën nëse keni mundësi dhe në këtë mënyrë të llogarisni keni apo s'keni insulin resistance. Nëse keni glukozë të lartë, vetëm duke ulur glukozën, pra duke hequr për shembull vetëm bukën, ëmbëlsirën, frutën, me fjalë nga dieta juaj, pa bërë asgjë tjetër, pa bërë asnjë lloj sforcimi tjetër, ju do ulni 50% të episodet e dhimbjes së kokës. Unë do të them gjithçka që ta hiqni 100%, po sikur edhe vetëm kaq të bëni, do keni përfitime. Ilaçet zakonisht që jepen ose që merren për dhimbjen e kokës është ajo që ul rezistencën, është metformina. Nuk është shumë e mirë, po punon. Sepse ndërrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe arrin të fusë glukozën brenda në qelizë, duke futur glukozën në tru, në qelizat e trurit jep mundësi trurit që të prodhojë energji, që i mungon. Është vitamina B kompleks, po më specifike kjo është vitamina B2, në fjalë që quhet riboflavina. Është ai që quhet elementi CO-Q10, në fjalë, dhe ketonet nga jashtë, në rastin më të keq. Unë do ju rekomendoja si ta shmangim ose si ta shërohemi prej migrenës dhe dhimbjes së kokës, është lufta që duhet bëjmë kundër insulinës së lartë në gjak dhe kundër insulin resistance, rezistencës të insulinës. Edhe sigurisht që do bëhet në mënyrë që ne të prodhojmë energji që truri jon kërkon. Çfarë është energjia që truri jon kërkon? Janë laktatet, janë ketonet. Kur ka glukozë dhe s'ka insulin resistance, ai e përdor glukozën shumë mirë, po kur ka insulin resistance, ai nuk e përdor dot glukozën, kështu që i duhen laktate dhe ketonet. Laktatet prodhohen në trupin ton, zakonisht eritrocitët prodhojnë laktate, po sasia e tyre është jashtëzakonisht e vogël. Çfarë duhet, ne duhet të prodhojmë ketonet. Truri preferon jashtëzakonisht shumë ketonet. 70% e eksperimentet që bëhen në qeliza, 70% e energjisë që truri preferon të përdori janë ketonet. Deri tani ose deri para ca vitesh thuhet që truri kërkon vetëm glukozë, sa më shumë glukozë që të jetë mundur. Po kur bëhet insulin resistance, ai nuk përdor dot më glukozë, vuan dhe çfarë bën? Disa herë ai mund të hajë vetveten e tij, proteinat i shndrojnë në glukozë në mënyrë që të prodhojë energji. Po çfarë bën kjo? Duke hëngrën proteinat e tij mund të shkaktojë atrofi dhe shkaktojë demenshja. Do flasim një video më vete për ato me vet. Sa më pak ushqime me sheqerna, me amidone, siç kam thënë, vajra vegetale, ëmbëlsira, alkohol, duhet i hiqen në mënyrë kategorike. Dhimbja e kokës është e tmerrshme. Frutat detyrimisht është një luftë e vazhdueshme, çfarë frute të ha. Kur ke dhimbje koke ose kur je pjesë e sindromit metabolik dhe ke një sëmundje, absolutisht asnjë. Nuk na duhet frutat. Absolutisht frutat janë të dëmshme. Nëse do hash fruta, duhet bësh, siç kam thënë, 16-18 orë fasting mbrapa asaj në mënyrë që mos të depozitohet, me fjalë, mos të shkaktojë dëme. Hani ushqime sa më shumë ushqime shtazore, djalë përdorni sa më shumë vezë, bulmet, një çik, ullin, sa më shumë ushqime të fermentuara, pa problem fare, janë këto tushit që ne përdorim, janë të mrekullueshme, me fjalë. Deri para 100 vjetësh, mënyra vetëm që ne prodhon mjekët arrinin të shëronin migrenën, dhimbjen e kokës, ishte vetëm me anë të keto diet, ushqimi me sa më pak karbohidrate ose pa karbohidrate fare. Por ama sot gjëja më e mirë është që ne përveç kësaj njohurie, me fjalë, dim që edhe fasting ose ndalimi i të ngrënës për një kohë të gjatë, me fjalë, ndihmon jashtëzakonisht shumë. Gjithashtu edhe fasting ul dhe stresin, po bëre 48 orë fasting, në çdo lloj gjendje stresante që ti jesh, problem nervor, problem nga puna, gjithçka tjetër, fasting do t'ju jap mundësi që të mos keni probleme ose dhimbje. Duke bërë fasting, çfarë bëjnë ne? Mëlçia jon arrin të prodhon sa më shumë acide yndyrore, dhe këto acide yndyrore nga që nuk arrin dot të metabolizohen, sepse janë jashtëzakonisht shumë, atëherë mëlçia jon i çliron si ketone në trup, në gjak. Dhe në çastin që lirohen ketonet, mëlçia vet nuk i përdor ketonet, fatmirësisht, dhe çaj i lëshon në gjak, dhe duke lëshuar në gjak, ato do shkojnë në tru dhe truri, siç thash, ka nevojë 70% afërsisht për ketonet. Nëse ju fillon një nga ato simptomat që ju e dini që po ju fillon migrena, përpiqeni të ndaloni gjithçka. Me fjalë, asnjë lloj gjë përveç një çik ujë, nëse keni etje,
rini në errësirë, pa zhurmë, mos bëni asgjë, mos hani gjë sepse ndoshta keni stres dhe stresi ju detyron ta hani, absolutisht mos thusni asgjë në gojë, absolutisht sidomos të ëmbra. Po unë do ju rekomandoja vetëm qikuj asgjë tjetër me fjalë. Në mënyrë që, si që thash, pse truri jon nuk përdor dot asnjë ndërhyrësor, nuk përdor dot sepse truri jon ndryshe nga gjithë pjesët e tjera të trupit ka një dogan të dyfisht në pjesën e ende të gjakut, dhe cila nuk lejon që të futen viruset, mikrobet, lëndët e tjera të dëmshme dhe acidet yurore të cilat kanë një numër karbonesh të caktuar mbi 10 zakonisht, ato mbi 10-12 nuk arrin dot të futen brenda në trup. Kështu që vetëm ketonet janë ato që na ndihmojnë në këtë rast. Ketonet ndryshe nga glukoza o do përdoren aq sa duhet, ndërsa edhe po përdoren tepër nuk do shkaktojnë asnjë lloj dëmi sepse do dalin jashtë, ose me urinë ose me anë të frymarrjes. Pjesa tjetër do digjet, si acetone ose si ketone. Nuk krijojnë dot asnjëherë stres oksidativ, të famshëm steroidi që mjekët e luftojnë aq shumë me antioksidantëve të ndryshme, nuk ka duhen antioksidantët nëse ne kemi ketone. Ketonet janë ato që nuk krijojnë asnjëherë reactive oxygen species ose stresin oksidativ. Nëse ju zbatoni diçka nga këto, siç u thash, fasting për kohë të gjatë që të krijojmë ketone, nëse doni mund t'i bleni, po unë ju rekomandoj, dhe që të ulin në mënyrë të maksimale sheqerin atë. Pra, nëse keni pasur episode deri tani një në javë, një në muaj, po bëni këto me fjalë, do harroni që thimbja e kokës ekzistonte dikur më para. Mirupafshim në videon e ardhshme, like, subscribe dhe shihemi së shpejti.